Unë kur jam pushim, hiç nuk e këshyri, veç e shti dorën gjep edhe paguaj keq ka ke. Nëse vepron kështu, atëre kjo i bjen që ti e ke dhënë parën tane pa kur farnjeti. Edhe kjo na ndodh shumë shpesh në pushimet tona. Por që ata edhe po du me thonë që nëse na prej fillimit e kena vendos me shku në pushim, e bajna men që pe bajna për hir të Allahut Azza wa Jall, por mi aletsu familjes ton, edhe vetes, edhe fëmijëve ton, edhe farefisit ton, nëse kështu veprojna, atëre çdo hapi joni shpërblehet te Allahu Azza wa Jall. Lodhja jote që e ban në tim, shpërblehet te Allahu Azza wa Jall. Ama nëse ti veç je nis me shku në pushim, se u ardh koha e pushimit edhe po shkon në pushim, do më thonë pa kur farnjeti, atëre mos prit shpërblim për ta. Ama nëse ti e ban jetë, po shkoj, është mirë për familjen tëme, po paguaj, ama paguaj te familjarët e mi, atëre kjo e ka një jetë, edhe shpërblehesh për jetën që e ke pas. Ama veç i gjun, ajo nuk ka shpërblim te Allahu Azza wa Jall, veç me i gju. Kjo nuk ka shpërblim te Allahu Azza wa Jall. Edhe familjar që shkon me vizitu ti, na llogaritëm gjithmonë njënën anë, për shembull, na shkojna pezam, shkojna edhe mirë se unë e shoh nanën. Kjo është njëna pjesë, vëllajëm. Pjesa tjetër është nana me të pa ty. Në atë kuptimin s'po di çish me ta marr një shembull, e çon vetën tane për me të pa nana. E kjo ka një shpërblim madh te Allahu Azza wa Jall. Domethënë, edhe ki shpërblimin, edhe hjek mërzin që ke pati nanën, po edhe e çon vetën tane për me të pa nana. E nëse kësi njetë shki, atër ki me gjithë shpërblimet mlaja te Allahu Azza wa Jall. Bane njetin për fillimit me shku udhën me ba për hir të Allahut. Hargjime që i ban me i ba për hir të Allahut, edhe munau me i quvesh në halal, mos i qa asnjan haram. Edhe tani paguj, jep sa dush, ama njetin e ki prej fillimit me i ba për hir të Allahut Azza wa Jall. Jo kështu, unë s'menoj heqa s'menona, 2 herë veç e shti dorën në gjep edhe paguj, kështu s'ka të muslimant. Muslimant e japin, mirë po japin për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe fundi që po du me thonë, mos harroni me u lut gjatë kohës të udhëtimit. Dhe kohës kur nisesh deri kur të mrin, është kohë që Allahu Azza wa Jall nuk i kthen duat prapa për shkak se je në udhëtim. E udhëtarit i pranohet duaja me lejen e Allahut Azza wa Jall.